A jeni apo a ndihemi të tradhtuar pas asaj që ndodhi në vitin 2001? Jo plotësisht, pasi jo e gjithë popullata maqedone e ka të njëjtin mentalitet. Ka dhe për atyre që na përkrajnë edhe neve vetë. Në shembull kemi profesor. Më duket se nuk ma kuptove qasjen e pyetjes time. Kur them të tradhtuar nga ata të cilët vendosën dhe nënshkruan marrëveshjen e Ohrit në vitin 2001. Më falni. Dua të them se ajo është e shkruar në ligj dhe me kushtetut është e shkruar. Vetëm mungon vullneti, domethënë i palës që janë në qeveri për ta zbatuar atë. Se ekziston në ligj dhe në kushtetut ne e kemi të garantuar, domethënë e kemi. Pra tradhtia qëndroka tek zbatimi. Tek zbatimi, po. Tek politik bërja. Vetëm vullneti duhet i palëve. Po, ne kemi mungesë të vullnetit politik të bllokut maqedonas, por mund të themi se edhe mungesë politike e bllokut shqiptar, e cila nuk ka kauzën e saj të qartë për zbatimin e gjuhës shqipe në gjithë territorin. Se nëse edhe bloku politik shqiptar, cili blok do qoftë, nëse e ka për qëllim zbatimin e gjuhës shqipe në gjithë territorin, atëherë nuk mund të formohet edhe qeveria. Domethënë kur do të jetë parim kryesor gjuha shqipe, avancimi i shqiptarëve në gjithë territorin, atëherë qeveria nuk mund të formohet pa shqiptarët, dhe momenti kur do formohet, atëherë është e patjetërsueshme gjuha shqipe të bëhet zyrtare në gjithë territorin dhe avancimi i shqiptarëve në gjithë vendin.